Spirua dallohet edhe për tematikën mbi të cilën shkruan. Mua më duket, sa herë kam lexuar librat e Spiros, sikur kam parë një film dokumentar. Pse? Sepse i gjithë materiali jetësor që ai e ka përjetuar, e ka përtypur shpirtërisht, dhe si ajo bleta që e mbledh nektarin dhe na jep mjaltin, kështu bën edhe shkrimtari, Spirua e merr nga jeta e vërtet dhe ne pasiron në mënyrën më të bukur dhe shkruan kaq me realizëm, sa që të duket jo si kur lexon, por si kur shikon një film dokumentar mbi atë temë mbi të cilën Spirua shkruan. Jo të gjithë shkrimtarët e kanë këtë aftësi për të dhënë materialin me kaq vërtetësi, por që ta rrëfesh një ngjarje në mënyrën ashtu siç ka ndodhur, është njëra anë e medaljes. Medalja tjetër është se do t'i bashkangjitësh dhe anën artistike, pra do t'a rrëfesh në mënyrë artistike. Dhe mënyra artistike të rrëfyerit merr vlerën e dytë në vlerësimin e një vepre letrare dhe Spirua këtë e ka me tepri. Pse? Sepse nuk është vetëm shkrimtar, është dhe poet. Dhe të gjithë ata që kanë qenë poet, shpirtin poetik e derdhin edhe në prozë. Spirua këtë cilësi të shkruarit e ka. Tjetër cilësi e të shkruarit që bën Spirua. Spirua është një njeri i cili në tematika që zgjedh, ai qëmton arritjet, gëzimet, sukseset. Nuk është i prirur për të shfaqur në veprat e tij ato anët negative të shoqërisë, se shoqëria ka dhe anë negative. Po të shikosh, në përgjithësi, veprat e tij janë drejt kësaj prirje. Libri romani fundit për të cilin jemi mbledhur të diskutojmë, Shkrirja e icebergut të një jete, mua më duket sikur përjetova jetën e familjes time, të një familje të njerëzve të mi, të viteve 1960-1990, kur u prish sistemi. Ju rekomandoj që kush nuk e ka lexuar këtë libër, ta lexoj, se do të mbushet plot me gëzim, do të mbushet plot me dashuri për jetën, do të mësojnë, sepse një nga vlerat e mëdha të librave është që njerëzit mësojnë pa pësuar, mësojnë si i ka ndodhur jeta dikujt, për mira për keq, e mësojnë në libra dhe nuk gabojnë që ta jetojnë pasandaj në kurrizat e tyre. Mua më ka bërë shumë përshtypje mënyra se si fillon libri. Edhe libri bazohet mbi një ngjarje të vërtetë. Me dy fjalë, unë do them thelbin që të fut ata që nuk e kanë lexuar, të fut në thelbin e librit. Bëhet fjalë për një familje e cila kishte 5 vajza dhe si që kemi zakon e shqiptarët në ato kohra, se tani nuk pjellin më, kërkonin dhe djalin, ve në maternitet për të lindur, qelloi për fatin e keq, lind djali, por e jema e djalit nuk dele gjallë. Këtë djalë që lindi aty, ishte një familje tjetër që priste një djalë, dhe babaj ja jep e ta birësojnë një familje tjetër që ishin ngjitur atje ku do lindin në maternitet. Ka që bukur pasandaj zhvillohet jeta e këtyre 5 vajzave që me një... Unë jam emocionuar me të vërtet kur i kanë lexuar këto vajza, babaj nuk i las njëherë, por nuk mund të
këtu shërbente, i qojnë në shtëpinë e fëmijës, të pesta njëra pas tjetrës me 2 vjeç diferencë, mbarojnë të gjitha shkollën e lartë, nga doktoresha, juriste, marrin mësuese, marrin zanate të ndryshme, arkitekte, inxhinierë, dhe mbështetin njëra tjetrën dhe krijojnë një familjet e tyre në mënyrë të mrekullueshme. E bukur është pasandaj ankthi që të mbaqë këtë vllain e tyre që ja dhan dikujt për bërësim, nuk tregoi familja, mirë po e njohën vetë. Motrat e njohën në rrugë sipër dhe e bashkohen në fund edhe me vllain. Është një libër i jashtëzakonshëm, shumë i bukur, që e ka dhënë me shumë sukses ngjarjen dhe Spirua më tha që mund të ishte prezent sot edhe një nga personazhet e vërtet të ngjarjeve. Veç këtyre karakteristikave që ka ky roman, Spirua na ka dhënë me realitet edhe marrëdhëniet shoqërore, si funksiononte shoqëria në atë sistemi socialist. Këta të rinj, se ne që kemi vim nga brezi vjetër e dim se si ka qenë ajo jetë. Mirë po, me sa me punë, me sa përpjekje për të gjetur edhe një shtëpi, me ato punët vullnetare, me ato kontributet, po ashtu shoqëria që kishte atë ngrohtësinë, kishte mbështetjen me njëri tjetrin, nuk ishte akullt, nuk ishte e ftohtë, në të mira në të këqija të ndodheshin për herë bashkë. Romani i Spiros, në fund, është kaq i bukur mbyllja, fillon me një drithërim, me një dramë dhe përfundon me një gëzim të jashtëzakonshëm. Unë do ta vlerësoja në numrin e veprave dhe në shkallën e rritjes së cilësisë të shkruajturit, një nga romanet më të bukura që vjen gjithnjë në ngritje, romanin e fundit të Spiros. Spiro, unë të uroj shëndet, suksese, romane të tjerë, edhe na mblesh sa më shpesh në këto përurime. Shkurt i rash, sepse ka shumë shok që dëshirojnë të flasin. Faleminderit. Ti mos. Do flas. Pano. Ti je din se vjen. Din se vjen kjo. Shtypen nga një anë. Si kapse rrobash. Si kapse rrobash po. Tu mos e shih. Nuk kujt. Ja. Të vjen. Pana jot bori, është nën kryetar i klubit të Kuvit të Jonjan dhe ka përgatitur një material Leta vendos. për romanin. Atëre siç ta dhe Kurani, libri i Spiros në të vërtet ka një problematik të veçantë dhe interesante. Unë kam quajtur një roman me një temë interesante sepse në pasqyrimin e një realiteti është një temë shumë interesante, sidomos birësimi në kushtet e një fatkeqësie ose dhe një solidariteti familjar. Unë do të jap një opinion për këtë problematik që ka romani. Të qëmtosh brenda komunitetit ku jeton, të zbulosh problemet, shqetësimet, anën negative dhe pozitive të saj, plagët dhe prirjet, mëndësit, marrëdhëniet brenda familjes dhe mënyrën se si funksionon ato, kulturën dhe traditat që ndikojnë në mënyrën e konceptimit të jetës, kërkon një sy të vëmendshëm dhe të mprehtë. Ti dalloj ato, ti pasqyroj me objektivitet. Pra kërkon një ulëmtim të kujdesshëm, analizë dhe tipizim të thelluar dhe objektiv. Njohja e problematikës, njohja e tipave dhe karaktereve, depërtimi në botën e brendshëm të personazhit për të kuptuar
atë nivelin e përparimit shoqëror, paragjikimet e harmonizimin e marrëdhënieve brenda familjes dhe jashtë saj, kulturën e jetesës dhe përballimin e situatave sociale në përditshmërinë e jetës është domosdoshmëri. Për të dhënë një vepër dinjitoze. I tha këto se do përvoj, do njohje deri në imtësi, vëzhgim shumë të kujdeshëm dhe mjeshtri për ta sjellë në një roman jetën dhe fatin e personazhit, tiparet e një shoqërie në çdo epokë, psikologjinë dhe mendësinë e kësaj shoqërie. Sigurisht, për shkak të kësaj vështirësie, veprat në këtë gjini sot janë të pak, por jo për Spiron. Për Spiro Tomarin, që ka romane 10 dhe ka një përvojë të gjatë jetësore, ka një vështrim shumë planësh për të zbuluar dhe sjell te lexuesi një tematik të gjerë. Dhe kryesorja ditëj sjell pjesë të gjalla nga jeta e përditshme në komunitetin kuron, të dëpërtojnë psikologjinë e personazheve me mesazhe bashkëkohore. Ajo që bën interesant romanin e fundit, Shkrirja e Zbergut e një jete, është një temë mjaft specifike, që është trajtuar me mjaft kujdes, delikatesë, me thellësi dhe përshkruhet nga humanizmi, dashuria brenda familjes, atje ku kultivohet një dashuri angjëllore e shenjtë. Jo me kot, autori e nis me një nëntitull, duke përmendur fjalët e së madhes Nëna Terezë. Gjysma e bukurisë së njeriut është fjala. Flisi bukur se nuk humbisni gjë. Këtë përcjell që në të gjithë ngjarjen që na përshkruan në roman. Humanizmi, dashuria, ndjenja më e bukur njerëzore që lind atje në çarat e një fëmije, në vatër familjare, që me romanin nis me dhimbjen e një buri që humbet të shoqen dhe ngelet me 6 fëmijë për të rritur edukuar. Këtu nis drama e cila na bën gjithmonë kurështar të ta ndjekim hap pas hape të mos a lëm librin, e një familje shqiptare dhe dueli i madh i luftës që zhvillohet brenda shpirtit të një babai, të vuaj djali dhe të privohet lumturia, mundësia arsimimit, apo të vuaj ai të mërësish nga mungesa e tij, e djali të jetojë një jetë të përkujdesur, të lumtur dhe të gjithë mundësitë dhe të ketë gjithë mundësitë për të arsimuar. Ky dy luftim shpirtëror për të marrë një vendim që ta jap djalin për beresim në një familje tjetër e mundon të mërësisht. Ai në fund poshtë dhimbjen e dashurisë së babait, një sakrificë për të sublime, për lumturinë e djalit. Djali i tij birësohet nga një familje, po ashtu pas një dhimbje familjare për të patur një djalë, çka është diçka e mentalitetit shqiptar, që një familje duhet të ketë patjetër një mashkull, një trashëgimtar. Dhe këtë vendim Kadriu e merr vetëm, pa marrëveshjen dhe diskutim me vajzat e tij. Si është dhënë çifti Kadri Dile, karakteristikë familjes malësore, stoik që të dy, karakteret e forta dhe fisnik, dofta ai mentalitet për të mos treguar të gjitha, një tip i mbyllur, por fisnike, punëtore dhe nene përkushtuar, e ka çuar deri në atë që ajo të mos i parapri rrezikut të shëndetit. Tipi interesant Kadriu, njeriu i punës, i besës, human, që ditë dashurojmë më mënyrën e vet. Gjatë gjithë boshti i romanit, vërtitet edhe këtij personazhi që mendoj është realizuar mjaft mirë, duke tipizuar një familjar të përkushtuar, por edhe një qytetar human, aktiv dhe i respektuar. Të njëjtën gjë mund të themi edhe për çiftin Hebeja, Hamdiu dhe Sania, megjithëse që këta janë pasqyruar me pak më zbekt se çifti Reçi. Një plotësim ose përforcim të ngjarjeve me familjen Reçi dhe Hebeja vjen edhe historia e dy motrave nga Gjirokastra. Ato janë bindse, se janë ngjarje të vërteta,
por ajo që vjen si mesazh i fortë, gjaku vllazëror e gjen dashurinë e vërtet e shtrenjtë, e shenjtë, ajo kur nuk humbet. Historia e 5 motrave është më të vërtetë shumë prekse, por ama edhe shumë e besueshme. Personazhi më i realizuar në Faskadriut është Danisa. Ajo me humbjen e mamas, me rolin e saj, me përkujdesjen e motrave, e babait, piqet para kohe. Të 5 motrat bëhen krah të njëra tjetrës dhe çajnë e jetë. Autori këtu sjell një mesazh të madh për brezin e sotëm, se suksesi arrihet në luftë me vështirësitë. Tendenca e brezit të sotëm për të gjetur rrugë të lehta, pa mundim, pa sakrifica dhe dorëzim para vështirësive, i vjet përballë shembulli i këtyre 5 motrave. Rasti i kujtimit me Luljetën, vëlla e motër, të cilën e zbulon Denisa, sjell në vëmendje se jeta kërkon çlirim nga mëdësitë e tilla si të Besës dhe Thonjza, që mund të çojnë patjetër në një plagë të madh sociale. Në fund, unë do të bëja një paralelizëm me mesazhin që sjell romani dhe aktualitetin e sotëm. Ku kemi nevojë për humanizëm, dashuri njerëzore, harmoni dhe bashkëjetesë, marrëdhënie, respekti dhe solidariteti brenda familjes dhe shoqërisë. Dhe diti me mjeshtri të na përcjell me penën e tij Spiroja në këtë roman që lexohet me ëndje dhe do të le repse jo ta rilexosh. Në vazhdim të idesë më lartë, konstatojmë se, siç e kanë thënë dhe të tjerët, jetojmë në pallate luksoze, me pasuri, dhe harruam njerëzllekun, dashurinë e vërtet që e bën njeriu fisnik dhe human. Jeta ka kuptim kur ka dashuri, lumturi, paqe, humanizëm, solidaritet. Këto na servir në mesazhet e tij romani i Spiros. Romani është si një ndërtesë e lidhur fort me 2 shtylla që janë 2 çiftet. Rasti parë që të falni, 2 çifte me çatinë e bukur që janë motrat dhe fasadën me historinë e bukur nga Gjirokastra. Ka një gjuhë të rrjedhshëm, përshkrime mjaft të goditura të botës së brendshëm të personazheve për të na sjell idetë të tij, duke gërmuar në shpirtin e tyre, duke shprehur gjendjen e tyre emocionale. Më shumë vlerë do të jepte romanin përpunimi letrar i gjuhës dhe sintaksa që autori besoi do të ketë parasysh edhe në librat e tjerë. Autori, së fundi, e ka metaforizuar bukun që në titull të ngjarje në romanin e tij. Është një temë interesante me plagët që lë një shoqëri, një temë sociale që lë vend për diskutime. Kaloja Xhevdetit. Do të kapi edhe vetë ajo. Faleminderit. Xhevdet Ahmeti. Shënime mbi romanin Shkria e Icebergut të një jete të shkrimtarit Spiro Thomari. Spiro Thomari është një autor i mirënjohur, prodhimtar dhe i lexueshëm. Ai nuk ndalet asnjëherë dhe të bafason me personazhet që përcjell tek lexuesi. Tipet dhe karakteret e këtij romani duket sikur i ke takuar dhe më parë. Sikur i njeh dhe do t'i përshëndesësh. Ata janë sa të besueshëm dhe aq njerëzor. Në të gjitha faqet e librit ka altruizëm dhe dashuri njerëzore. Personazhet nuk ndalen nga mirësitë dhe nuk kërkojnë asgjë në këmbin të tyre. Ata heshtin të lumturuar nga bëmat e tyre. Le të vazhdojmë me kronologjinë e këtij romani. Kadriu është një personazh mjaft i dashur, njerëzor
dhe përballet me stoicizëm me fatin e tij të keq. Vajzat e mbetur jetime nga humja e nënës do të rriten në shtëpinë e fëmijës dhe Kadriu nuk rreshti asnjëherë me dashurinë e pakufishme për to. Denisa, si më e madhe e motrave, u bë si një nënë e dytë për to. Pastaj vinë me radhë Mamica, Tuna, Bora dhe Lulieta, secila me një botë shpirtërore më vete, ku autori i ka dhënë bindshëm. Personazhi Hamdiut është trajtuar rrallë në letërsi. Autori ka dhënë një tip besueshëm. Hamdiu e pranoi djalin e Kadriut me mirënjohje të pakufishme dhe nuk dinte si t'i shpërblente këtë mirësi. Autori tregohet mjaft i kujdesshëm për të vendosur çdo gjë në vendin e vet. Denisa, si më e madhe e vajzave, jep drejtimin e dur edhe të motrave. Në roman ka shumë episode bindëse që të bëjnë për vete. Romani lexohet me ëndje dhe nuk e heq nga dora derisa ta mbarosh. Kur e mbaron, nuk ri do të pa thënë, bukur Spiro Thomari, të uroj suksese dhe punë të mbarë në librat e tjerë, se ti nuk do të ndalosh asnjëherë. Këtë e ndjej, shkrimtari pushon kur mbyll syt. Romani të ri i uroj rrugtim të mbarë dhe Spiro Thomarit mbarësinë në veprat e tjera dhe shëndet pa kufi. Faleminderit që ta mblodhe në këtë provim. Faleminderit gjithëve. Po, merret. Natasha ka fjalën. Jepi çik zëmës, dhe gjërte nga fundi. Etika e heshtjes dhe dinamika e dashurisë. Sa nga jeta jonë mbetet e pathënë, sa pjesë e përvojës sonë qëndron e zhytur nën sipërfaqe e ngrirë në heshtje e mbrojtur nga një kore digniteti, faji apo premtimi, këto pyetje gjejnë një përgjigje narrative dhe simbolike në romanin Shkrirja e icebergut të një jete, ku vetë titulli përmbledh arkitekturën semantike të veprës. Icebergu, si figurë qendrore metaforike, përfaqëson sekretin e fshehur, dhimbjen e ngrirë, fajin e heshtur dhe peshën e një fjale të dhënë që nuk mund të shkelet. Shkrirja e tij sugjeron zbulim, çlirim, shpërbërje të heshtjeve dhe dalje në dritë asaj që ka qenë mbuluar nga akulli i kohës dhe i sakrificës. Në planin narrativ, romani nis me një tragjedi. Vdekjen e nënës gjatë lindjes së djalit. Atmosfera e kësaj tragjedie ndërtohet edhe përmes një figuracioni të natyrës. Litarët e shiut vazhdonin të zgjateshin pa mbarim, duke përqafuar çdo pjesë të tokës, qielli ishte plasaritur nga rrufete e shumta. Ky përshkrim nuk është vetëm dekor natyror, ai krijon paralelizëm të drejtë për drejtë mes motit të trazuar dhe gjendjes së brendshme të personazhit. Litarët e shiut sugjerojnë lidhje të padukshme që e mbajnë njeriun të lidhur me fatin e vet, ndërsa qielli plasaritur reflekton çarjen ekzistenciale që hap humbja. Këtu formohet icebergu, një dhimbje e madhe e cila nuk shpërthen me klith, por ngrihet në heshtje. Babai, i mbetur me 5 vajza të vogla, merr vendimin më të rënd të jetës së tij. Djalin e sapo lindur ja jep për birësim një familje tjetër që ka humbur fëmijën, ndërsa vajzat i çon në jetimore. Ky akt nuk paraqitet si braktisje, por si sakrificë e dhimbshme dhe arsyetuar. Në një nga përsiatet e tij ai shprehet: "Do më mungoj kënga dhe çapkëllëqjet e tyre në shtëpi, do më vras pak vetmia, po kur të mendoj se janë mirë e rriten plot kujdes, do ta kapërcej me lehtësi çdo çast dobësie." Këtu shfaqet qartë tensioni mes mungesës dhe shpresës. Fjalori është i thjeshtë, i përditshëm. Do më vras pak vetmia, por pikërisht kjo thjeshtësi e bën momentin më autentik. Ligjërimi i shkujdesur në një çast kaq vendimtar nuk e zvogëlon dramën, përkundrazi, e humanizon atë. Babai nuk flet me patetizëm heroik, por me zërin e një njeriu të zakonshëm, që përpiqet ta bind veten se sakrifica ka kuptim. Kjo është një nga mënyrat se si romani e ndërton besueshmërinë psikologjike të personazhit. Simbolika e icebergut funksionon në disa nivele. Ai është metafore sekretit që ruhet për vite me radhë, identiteti i djalit të birësuar mbetet i zhytur në sipërfaqen e jetës së përditshme, por ai është metafore fajit të heshtur dhe premtimit të rënd. Një nga momentet më domethënëse është kur babai shkon të takojë djalin.
por ai e mban premtimin duke mos i treguar të vërtetën e identitetit të tij. Ky veprim e zhvendos romanin nga drama emocionale në planin etik. Fjala e dhënë familjes birësuese shndërrohet në kod nderi. Babai përballet me tundimin për të zbuluar të vërtetën, por zgjedh heshtjen si formë përgjegjësie. Këtu icebergu nuk shkrihet menjëherë. Ai mbahet i ngrirë me vetdije. Kjo e shton tensionin moral të veprës dhe i jep asaj thellësi. Heshtja nuk është frikë, por sakrificë e ndërgjegjshme. Në këtë pikë mund të shihet një jehon e kodit tradicional të nderit, por e vendosur në realitetin bashkohor. Nuk kemi heroizëm epik, por etik të përditshme, ruajtja e fjalës si formë respekti për jetën e tjetrit. Ky e bën romanin të qëndrojë mes traditës dhe modernitetit. Një element tjetër që bie në sy është fakti se përmes dramës fillestare zhvillimet e mëvonshme ecin drejt suksesit. Vajzat rriten në jetimore, arsimohen, përpiqen të ndërtojnë jetën e tyre, babai viziton vazhdimisht dhe mbetet figurë referimi. Edhe dashuritë e vajzave paraqiten si pjesë natyrore e vazhdimësisë së jetës. Madje edhe momenti potencialisht më dramatik kur vajza e vogël gjendet në të njëjtën klasë universiteti me vllajin biologjik dhe mes tyre lind një afrim, nuk përfundon në katastrofë. E vërteta zbulohet nga motra e madhe dhe del në dript pa shkatërrim. Kjo zgjidhje është thelbësore për të kuptuar optimizmin e romanit. Jeta duket vaj, jo sepse mungojnë konfliktet, por sepse ato zgjidhen në mënyrë racionale dhe morale. E vërteta nuk e rrëzon strukturën familjare, ajo e riorganizon atë. Ky është momenti plot i shkrirjes së icebergut. Sekreti del në sipërfaqe, por nuk përmbyt asgjë. Përkundrazi, krijon qartësi. Prandaj romani nuk thot se jeta është e lehtë. Ai sugjeron se edhe pas tragjedisë jeta mund të organizohet në dritë. Optimizmi është zgjedhje narrative. Autori vendos të ndërtojë një univers ku sakrifica, dashuria dhe ndeshmëria shpërblen me stabilitet, jo me ndëshkim. Dashuria në roman nuk është vetëm një ndjenjë individuale, ajo është parim organizues i jetës. Dashuria e babait për fëmijët e tij është ylla morale e rrëfimit. Edhe kur ai është fizikisht i ndarë prej tyre, lidhja emocionale mbetet aktive dhe përcaktuese. Dashuritë romantike shfaqen në dy breza. Babai dashurohet me një kolege pune, ndërsa vajzat më të mëdha fillojnë të ndërtojnë marrëdhëniet e tyre. Këto linja narrative nuk janë zbukurime sentimentale, tregojnë se jeta nuk ndalet në pikën e traumës. Përkundrazi, ajo vazhdon të prodhojë lidhje të reja. Edhe episodi i ndjeshëm mes vajzës së vogël dhe djalit të birësuar është pjesë e kësaj dinamike. Dashuria para se të marrë trajt e plot ndalet nga e vërteta. Kjo tregon se ndjenja duhet të harmonizohet me njohjen dhe me etikën. Në këtë kuptim, dashuria është energji që lëviz jetën, por jo forcë e verbër. Ajo duhet të ndriçohet nga e vërteta. Figuracioni dhe metafora e rrjedhës. Një nga veçoritë stilistike më interesante është përdorimi i një gjuhe që lëviz mes figuracionit poetik dhe thjeshtësisë së përditshme. Përshkrimet e natyrës, si ai i shiut, i qiellit të plasaritur, krijojnë një sfond simbolik të fuqishëm. Por në çastet e përsijatjes personale, gjua bëhet e drejtë për drejtë, madje e çliruar nga çdo solemnitet. Kjo vjet e re në mënyrën si babai flet për vetmin, për mungesën, për shpresën. Nuk kemi fjali të ndërlikuara filozofike. Kemi mendime që rrjedhin natyrshëm, sikur të ishin të folura me zë të ulët. Pikërisht ky kontrast mes figuracionit të ngarkuar dhe ligjërimit të shkujdesur krijon një tekst në dy nivele. Sipërfaqja e qartë dhe thellësia simbolike, një strukturë që i përgjigjet vetë metaforës së icebergut. Figuracioni i pasur shpalos dramatikisht botën emocionale të personazheve. Dhimbja dhe gëzimi shfaqen si forca natyrore. Disa shembuj nga libri, hidhërimi si një ortek po i merrte me vete, për t'i përplasur diku në një zallishte të grumbulluar nga raket, në fundin e ndonjë përroji të thellë nga ku mund të dilet me shumë vështirësi. Ose një shembull tjetër, familja, melodia më e bukur e krijuar nga notat muzikore të jetës, do të udhëtonte në krahët e heshtjes. Ishte këputur teli kryesor, nën, bashkë me çelësin e akordimit. Uji dhe muzika bëhen metafora të lëvizjes të ritmit të jetës që vazhdon pavarësisht dhimbjes, ndërsa dashuria shfaqet si energji që ri për të rihet. Një tipar të veçantë është ligjërimi i shkujdesur, pothuajse bizedor në çaste vendimtare. Kjo e afron me lexuesin dhe përjetimet intime. Një shembull, ti mundohesh ti mbyllësh derën, ajo hyn si një rrezë drite nga dritarja. Ti mbyll dritaren, ajo hyn nga çatia. Edhe në beton po ta mbyllësh, ajo ulet këmbkryq te pragu i derës, e të pret për të lajmëruar se unë jam këtu dhe nuk shmangesh dot. Kjo thjeshtësi gjuhësore e bën dashurinë të besueshme dhe humane. Ajo nuk humbet fuqinë e saj, por rrjedh natyrshëm brenda jetës së personazheve. Në fund, kur e vërteta zbulohet, nuk kemi rrëzim, por pajtim. Sekreti i mbajtur për vite me radhë del në dritë, por nuk prodhon kaos.
Përkundrazi, ai çon në një riformulim të marrëdhënieve. Ky është çasti kur icebergu shkrihet plotësisht, jo me zhurmë, por me kthellësi. Romani ofron një vizion etik dhe optimist të jetës. Dhimbja nuk mohohet, ajo pranohet si pjesë e ekzistencës. Por ajo nuk mbetet e ngrirë për gjithmonë, përmes dashurisë, përmes mbajtjes së fjalës dhe përmes përpjekjes së vazhdueshme, jeta gjen mënyra për të ecur përpara. Në fund, pyetja fillestare rikthehet më me shumë peshë. Sa nga jeta jonë mbetet e pathënë dhe a jemi të gatshëm ta përballojmë momentin e shkrirjes jo si katastrofë, po si mundësi për reorganizim dhe dritë? Në këtë kuptim, shkrirja e icebergut të një jete mbetet një roman që besonte forca ripërtëritëse e dashurisë, të aftësia e njeriut për ta transformuar dhimbjen në strukturë të re jete. Ky roman nuk është vetëm rrëfim i ngjarjeve, është reflektim mbi moralin, identitetin dhe fuqinë transformuese të dashurisë. Edhe pas humbjes më të thellë, jeta mund të ringrihet. Dhe kjo ringritje ndodh përmes dashurisë që gjen rrugën e saj, përmes fjalës që mbahet, përmes zemrës që vazhdon të lulëzojë. Faleminderit, urim e Spiro, suksese të tjera. Të japim ndonjë mendim edhe për librin, edhe vetë shkrimtari që po promovon këtë libër sot. Mendime që lindin mbasi lexon në romanin e ri të shkrimtarit Sarandiot, Spiro Thomari, Shkrirja e icebergut të një jete. Rreth titullit marrin shkas zhvillimet e ngjarjeve të pothuajse veprës në tërësi. Lindin dhe zhvillohen të gjitha proceset, episodet dhe ngjarjet të fillimit dhe ato të mëvorshme që mendoj se autori ka arritur t'i përshkruajë mirë dhe bukur çdo pjesë të librit. Kjo e bën lexuesin të etshëm të njohë e të përvetsojë mësimin shumë të domosdoshëm nga përmbajtja e librit, Shkrirja e icebergut të një jete. E vën lexuesin një ankth brenda vetes të papriturave episodeve që për mendimin tim rrjedhin lishëm të kuptueshme dhe me ngarkesa emocionale. Prandaj lexohet me ëndje dhe kënaqësi gjithë libri. Episodet për shkrimet parashtrojnë dhimbje dhe emocione, rritin ndjenjat e dashurisë për t'i përjetuar ngjarjet e për t'i ndjerë shpirtërisht. Merita e autorit është se ka ditur të marrë mbi vete e të trajtojë tema shoqërore të kohës, të parashtroj hallet dhe problemet e familjeve shqiptare në luftë dhe përpjekjet e tyre për të përballuar ato si duhet. Spiro Thomari nuk ishte i panjohur për lexuesin Sarandiot. Në bagazhin e tij krijues letrar, numërohen rreth 20 libra të gjinisë e prozës, romane, novela, tregime dhe poezi. Janë 12 romane të botuar në vite. Se është i mirë i lexueshëm, i mirëpritur, kurdoherë për temat që trajton, ndaj lexohet në pasion e dëshirë nga lexuesi. Është një romancier i shquar, një prozator me emër e me vlerë të cilësuar. Ndaj është i mirëpritur nga lexuesi. Është një shkrimtar prodhimtar i palodhur, ndaj është i kërkuar nga lexuesi, sidomos ato të gjinisë së prozës me karakter historik shoqëror cilësohet si më i suksesshëm. Duhet të themi se një shkrimtar dhe një poet vlerësohet kur lexohet. Edhe ne mbasi e kemi lexuar romanin, dalim me konkluzionin se romani që kemi në dorë është i arrirë, me një tematikë shoqërore të dëshirueshme. Spiro përqehet për individualitetin e tij krijues, nivelin ideologjik, kulturor dhe letrar. Ka përvojë dhe veçori stilistike që e bëjnë të veçantë nga të tjerët. Mund të themi se çdo krijues është i ndryshëm nga tjetri, secili ka stilin, formën, përvojën dhe aftësinë krijuese. Secili ka karakteristika individuale, fizike, shoqërore, që e bën dallueshëm. Kush është lexues i mirë, di të dallojë vlerën dhe mesazhin që jep një krijues në atë çfarë ka shkruar dhe thot nëpërmjet veprës së tij letrare, artistike, jetë. Temat janë të ndryshme në kapitujt e romanit. Ato ndryshojnë në trajtimin e personazheve, në zbërthimin e karakteresh e problemesh, të trajtuara mjeshtrisht nga autori. Në përkapitujt të librit, autori përshkruan me hollësi çdo personazh. Kjo përcakton dhe të qenit individual të një familje ose shoqëri, detajet të dhimbjes dhe problemet të ndryshme, dhe forcën individuale të çdo njerit prej personazheve për të mbijetuar kohrat dhe problemet të lindura gjatë jetës. Në kontekstin individual, personazhi kryesor Kadriu është në luftë me vetveten për të kryer detyrat e familjes dhe ato shoqërore si një prind dhe baba i mirë. Por gjatë jetës ndesh me të papritura dhe vështirësi gati të papërballueshme. Gruaja i vdes gjatë lindjes
Djali shpëton, Kadriu demoralizohet, përveç dimjes për ikjen e të shoqes i gelet fëmia në dorë, i sapo lindur. 5 vajza të vogla që donin kujdes dhe rritje. Kadriu pa kushte dhe mundësi rritje për vajzat dhe djalin. Problemet e qenies dhe të ekzistencës e një individi për të mbajtur bistupe një familje të madhe gërshetohen duke bërë që absurdia dhe ekzistenca të ndërthunen si një sfidë kundra fatit tragjik të njeriut gjatë jetës. Ashtu si që është shkruar në përfaqet e librit, mbas ikjes së gruas dhe mbetjes së djalit jetim, në dimi vjen një baba dhe një nën tjetër, që u kishte ikur djali dhe miqt vendosin që djalin e lindur ta merrte në kujdestari çifti i njohur. Nga ana njerëzore do të më pëlqente që Kadriu mos ta bënte këtë veprim, por ta zgjidhte ndryshe hallin e tij. Mos ta lëshonte fëmijën nga duart, se një prind nuk e jep fëmijën, nuk e fal pjellën e tij, sado vështirë të ketë në rritjen e tij. Është si të japësh pjesë zemre, pjesë shpirti një tjetrit. Ky është mendimi im në konstruktin e librit. Këto raste ndodhin, por nuk duhet të përgjithësohen. Këto janë raste të veçanta sporadike që nuk edukojnë, por që edukojnë. Tek shqetësimi i babait duhet të vlonte mendimi shpirtëror, si të gjende mundësinë e rritjes, sigurimi i qumshit të gjirit të një nëne tjetër, pa e hequr djalin nga vetja nga familja. Trajtimi i një teme shoqërore specifike, ku varfëria merr rrjedh nga ngarkesa të rënda psikologjike, gati të pabarbullueshme, e vë shkrimtarin në mendime krijuese, si të marrë rrjedhje sa më mirë ngjarje mbi personazhe të ndryshëm. Një konkluzion që nxjerr nga leximi i faqeve kapitujve të librit është se njerëzit rriten, edukohen dhe lartësohen nëpërmjet sakrifica, bëhen të fuqishëm gjatë dodhive të papriturave. Vajzat e Kadriut të mbetura jetime u rritën, u shkolluan si ato kusht tjetër, duke nderuar prindrit dhe veten. Ato burimin e suksesit e kërkuan brenda vetes pa ndihmën e prindërve. Ato nëpërmjet punës dhe aftësive individuale krijuan familje të shëndoshta dhe të devotshme në shoqërinë ku jetojnë. Në këtë libër, me këtë roman, Spiro Thomari nëpërmjet ngjarjeve, dodhive në familje shqiptare ka arritur të futet në profile njerëzish të veçantë, të përshkruajë me dëshmëri artistike me të mirat dhe të këqijat e saj. Romani i ri i shkruar nga Spiro Thomari është një vepër e rëndësishme e prozës shqiptare. I uroj suksese në libra të tjerë në të ardhmen. Faleminderit. Po. Unë do shtoja për te atyre që u thanë mbi personalitetin e Spiros, sepse kam 20 vjetë që e njohë njëherë, dhe këto vërshime nuk janë papritura, janë brenga të transmetuara dhe të komunikuara edhe vetë kur dilim në punë që punon në kulturë. Spiro, si që sa këtu, është e te për të flasë më për atë romanin e fundit, unë kam botuar në gazet shumë shkrime për veprat e tia, por do të them diçka për romanin paraardhës, pararendës të romanit fundit, që në mënyrë që t'i krijohet edhe një çik profili letrar i tia të bet më i njohur, sepse u thanë shumë për romanin e fundit. Është pranvera e vonuar e një takimi, romani pararendës, fatet njerëzore midis realitetit, fantazis, normales dhe absurdes. Janë shënimet botuara te gazeta letrare Muzgu. Vitet e fundit krimtaria në prozë dhe poezi e shkrimtarit Spiro Thomari nga Bregdeti Himarës ka njohur njohov rritjeje të titujve të botuar dhe cilësit trajtimit të subjekteve. Edhe romani i fundit, në radhën e botimeve, nga ky autor shënon një rritje avancuese në qasje narracionin e sidomos në sintaksën e përcjelljes së temës dhe idejes së trajtuar tek lexuesit. Sidomos të përbashkëtën e krimtarisë së tij të bollshme e të larmishme. Ku është e përbashkëta? Dikur thoshim që sa lexon një titull libri të një vepre letrare dal nga botime dhe në kopertinë mbante emrin si autor të Petro Markos dhe një shkrimtar nga Bregdeti i Marës. Ky libër ka në brendësi detajeve dhe temën e internacionalizmit, bashkëtesës së paqet popujve të Ballkanit mes tyre, sidomos në kohra të vështira lufte me fatet e përbashkëta dhe me emërues të përbashkët të së keqes kanë ose nga njëjti pushtues. Kjo e përbashkët ndodhe edhe me Spiro Thomarin. Do të gjesh në të gjitha veprat e tij letrare të botuara deri tani noktrundet, spektrin e jetës dhe fateve të emigracionit, të emigrantëve shqiptarë dhe të huaj, shpesh të trishta, të dhimbshme, të bueshme, deri tragjike, të atyre që janë dekdisur cep të botës në kërkim të jetës më të mirë. Por këtu,
Në këtë roman kemi një rrëfim ndryshe të jetës së emigrimit. Jep pakët, krimca pikatoreje, por mba boshtin kryesor të subjektit, rezaton një botë të madhe rendur drejt krahut të sëmirës njerëzore, drejt asaj që e keqja mundet me durim dhe shpores dhe fati i mirë ngrihet mbi të keqen. Ai nuk vdes, mund të flerë, ndoshta edhe në gjumë letargjik, por një kohë të gjatë, por do të zgjohet një ditë e të sjellë mrekullitë e bukura të jetës. Autori e transferon e ndërthur ngjarjen në 3 shtete fqinje me njëra tjetrën, por në largësi kozmike, madje nuk e egzagerojmë po të themi në largësi me vite drite, sepse i përket mentalitetit, konceptimit dhe emancipimit në evolucionin e mendimit dhe veprimit në sjelljet dhe të jetuarit si në familje dhe në shoqëri. Sepse dhuna, deri në marrëzi tragjike, dëshpëruese, depresive, në shkatërimin dhe rënimin total të jetës njerëzore, të pengimit, të shijimit të produkteve të mdacaj, për shkrimtari Spiros Omari është produkt i impotencës intelektuale. Për shkrimtarin, kjo është e dhimbshme dhe me më tension të lartë e sjell të dhimbja apeluese, sepse të ndërhysh në jetën e tjetrit me ndërhyrje të mediokritetit trazuar me esencat e hipokrizisë është një binom me veprim me reakcion jetësor shumë të rrezikshëm. Aq sa po të vazhdojmë të bëjmë indiferentin apo shoqëria të mbyllësit rrezikon seriozisht vlerat morale, ashtu dhe ardhmja e një shoqërie. Kjo ide përshkron tej romanin dhe shqetësimin e autorit. Të mosh individualitetin e dikujt apo të përpiqesh ta bësh atë të hesht është vetëm një rikthim në epokat e diktaturave primitive patriarkale deri në ekstremet konservatore dhe mëtej në epokat më të errta të shoqërisë njerëzore. Personazhet e romanit në këtë shënim nuk do të ndalen veçma sepse nuk e kam zakon të servis subjektin, por vetëm disa ide përkthyeese të tij, pra tek disa alvera përkthyeese të tij personazhet në komunikimin e tyre të pandërprer. Kjo me një kujdes dhe vëmendje të madhe të autorit sjell një tablo plot kolor të fillimit dhe fundit të dëshirës për të orientuar në kaosin e kohës, sa për të mbijetuar normalitetin e mundshëm të komunikimit dhe të jetuarit human. Për autorin, nënvizues në këtë nënde, mos komunikimi është dukuri që ka zënë vend pa ndier në shoqërinë e sotme shqiptare, herë si snobizëm dhe më shumë si reagim apo si pasojë ndryshimeve rrënjësore që kanë ndodhur në shpërbërjen e sistemit të kaluar dhe kohës gjatja një tranzicioni i cili vazhdon edhe sot e kësaj dite me egërsi erozive mbi jetën njerëzore shqiptare. Mos komunikimi në vetvete është dukuri shumë e përhapur politike, por ajo ka shfaqjet e veta edhe në familje, edhe në botën e brendshme të individëve që përpiqen prej saj dhe reflektojnë ato në shoqërinë e kudo. Mos komunikimi sundon fabulën dhe pjesën më të dhimbshme, më emocionale të romanit. Proza e Spiros Omarit është një rrëfim i shtruar dhe i qetë, por me një trazim të fuqishëm që vjen së brendshmi si pasojë dilemave që përjetojnë personazhet ose më saktë që pësojmë në çdo çast protagonistët. Struktura narrative orientohet drejt modelit social psikologjik dhe mbeten trazime të brendshme në kuptimin komplekse individuale. Por, ndërsa rrethanat sociale vijnë së jashtmi, siç e tham, trazimet psikologjike të protagonistëve mbeten trazime të brendshme në kuptimin e komplekse individuale që kushtozojnë karakterin e tyre. Përballë vjen dhe ndryshojnë fenomenet normale dhe veprimet e vullnetshme dhe instiktive e të tjera, çfarë ato sjellin që rrëfimi të fitojë intensitet maksimal dhe ta shtyjë lexuesin drejt një fantazie që gjithnjë më tepër penetron në të ashtuquetur zona aperta të psikikës njerëzore. Këto paralele realizojnë çelësin për të hyrë në një botë të cilën autori e ka zbuluar si arkeologu, stres pas strese, një botë të panjohur mjaftueshëm deri më sot. E realizuar kështu kjo strukturë paralele kushtozohet nga përjetimet individuale të një realiteti tepër kompleks nga ana e autorit. Rrjedhimisht, ato paralele janë edhe përpjekjet për të interpretuar atë realitet, gjë të cilën autori do dhe e realizon së bashku me lexuesin. Ose ato paralele simbolike autori i lën në dorë të lexuesit si çelësin që ka gjetur për veten e vet në kërkim të njohjes së botës që jeton. Dhe unë çelësin e njohjes së shumë vlerave të tjera të këtij romani po ju lë lexuesve kur ta lexojnë romanin. Sukses e pilot. Njëra nga personazhet e librit, zonja e nderuar Elisabeta Leonora është e pranishme. Urdhroni të thoni diçka. Përshëndetje të gjithëve dhe ju falenderoj nga zemra që së bashku dhe unë marr pjesë në promovimin e romanit të shkrimtarit të njohur tashmë.
Spiro Thomari, për këtë roman Shkrirja e Esbergut të një jete, ku unë jam një nga personazhet real, me emrin tim real, Leonora. Nuk më jepet të flas gjatë, por e ndjej të nevojshme që të flisja në këtë promovim të romanit, pasi me Spiron jam njohur rastësisht dhe kemi prezantuar deri diku ngjarjen, i cili më pas ka shkruar, ashtu si që është një poet, një shkrimtar, ku brënda ka futur të gjitha problemet që brënda në të jep gëzimin, hidhërimin, vazhdimin e jetës, pozitivitetin për vazhdimin e jetës, po mbi të gjitha tregon dashurin njerëzore që kanë të gjithë njerëzit me njëri tjetrin. Gjë që duhet të na shoqëroj, ashtu si që mbështetet vërtet në fjalët e Nën Terezës, shkrimtari. Unë nuk dua të flas gjatë, por po të lexosh romanet e Spiro Thomarit, vërtet të bën më të ndjeshëm, të bën që ta lexosh librin pa kuptuar se si të ikën koha të zëmesnata, do që ta mbarosh librin sa më shpejt dhe të futesh brenda në ngjarje, sikur të gjithë që e lexojnë janë pjesëmarrës në atë ngjarje. Unë e përgëzoj dhe njëherë nga zemra Spiron, e falenderoj jashtë mase dhe i uroj suksese për të ardhmen, që të lartësohet akoma më shumë në këtë dhunti dhe në këtë profesion që ai ka, për t'i shtuar vlerat jo vetëm vetes, por i lë popullit një thesar, që është thesar i shkruar dhe nuk humbet kurrë. Faleminderit Spiro. Për mua, pika kryesore e këtij promovimi është zonja historik Karamel. E përgjigjoj, jo vetëm atë, por në veçanti mikun tim Spiron, me të cilin kemi filluar që në Athinë në vitet 2000 njohje, dhe kemi provuar libra atje për romanet e tij me tema të tilla interesante. Pikërisht këto takime kanë vlera të jashtëzakonshme mbi ndërthurjen e subjekteve të romaneve të Spiros, por doja thosha 2-3 gjëra, nuk dua të lexoj se folën shokut më parë. Së pari, Spirua është një shkrimtar realist dhe një romancier që mbështetet me këmbë të fuqishme mbi ngjarjet reale, gjë e cila u vërtetua pak minuta më parë. Së dyti, Spirua di të përshkruaj dashuritë e brezave që dolën te ky roman për prindit e zonjës, njëkohësisht duke i dhënë tipare dhe dhura të asaj periudhe e kohe, duke i veshur me mënyrën e të dashurorit, por ama për vetë zonjën, Leonorën dhe motrat e saj për njohjet e tira, që kush e ka lexuar romanin, i dallon ato mënyrën e lidhjes së tyre, besnikërinë e tyre dhe kohët e sotme duke gërshetuar ato. Gjithashtu mendoj se disa nga pikat kulmore të romanit ishin ato kur u rit kujtimi i vllai i tyre dhe u njohën tek stacioni i trenit së pari, njëkohësisht edhe tek shtëpia në përfundim të romanit. Po ashtu edhe zgjidhja që u bë me aq gusto dhe e pranueshme për të dyja familjet, si të Kadriut, njëkohësisht dhe të Hamdit. Dhe së fundi doja t'i them Spiros tema e cila rifet shumë është dashuria prej tij në shumë romane, si në prozë dhe në poezi, dhe njëkohësisht vërej shkallë ngjitse në përshkrimet e tij, në mënyrën e të dashurorit, në besnikërinë midis dashurisë, si edhe familjet që gjithmonë në fund të romaneve, të gjitha këto
dashuri dalin jo vetëm simbolike, por me të gjithë përshkrimet që arrin një zgjidhje të pranueshme nga kushdo që i lexon ato. Urime Spirot dhe njëkohësisht jetë lumtur juve me motrat tuaja, familjen tuaj. Profesor Dani. Tani auditori është i lodhur, tani me thënë drejtën shumica janë edhe shumë gjëra u thanë dhe u trajtuan, po megjithatë le të ndalemi në 3-4 çështje. Sot po bëjmë promovimin e një vepre të re letrare të titulluar Shkrirja e icebergut të një jete të shkrimtarit Spiro Thomari. E uroj nga zemra për këtë prurje të re që i sel lexuesve. Nëse titulli është Shkrirja e icebergut, këtu s'ka të bëj as me iceberg, as me akull, as me breshër dhe me shi, këtu ka të bëj me një vazhdimësi jete, ka të bëj me një pranverizim të jetës, e ka lënë jetën në rrjedhën e vetë, duke e lexuar veprën, unë në këndvështrimin tim dhe në subjektivitetin tim, Spirua ka operuar mjaft bukur, si një mjek i mirë, ashtu si kundër personazhi kryesor, ta quajmë pas dy prindërve, Denisën i ka dhënë pasionin dhe hobin e vetë si mjeke, për të shëruar të tjerët, po njëkohësisht për të qenë e aftë, për të shëruar dhe qetësuar dhe një plagë shpirtërore të familjes së vetë. Unë nuk dua që të zgjatem pasi shumica e gjërave u thanë, përmbajtja, brendia e librit është e arrirë, shikoj se ka mjaft vlera ideore artistike, përcjell mjaft mesazhe domethënëse që i ka vendosur, sepse këtu ne duhet të dim kush vepron, ku vepron, kur ka ndodhur, si dhe qish, dhe Spirua ja ka arritur qëllimit për së mbari. I jep të dy prindrit me një ndodhi pothuajse të përbashkët familjare, dikush në kontrast ka humbur gruan, gjysmën e shtëpisë, dhe gjysma tjetër, pjesa tjetër ka humbur shpirtin, zemrën, fëmijën. Personazhet e Spiros janë në dinamik, janë në evolucion, janë në lëvizje. Qoftë Kadriu e ka përmirësuar dhe e ka vënë aq bukur e ndërtuar jetën që është katalizatore e bija për të nxitur dhe futur në rrjedhën e jetës, që mos të shteroj jeta, qoftë edhe për të shpëtuar jetën nga një traumë njerëzore të gruas së Hamdiut, e ka dhënë bukur në këndvështrimin tim, që e ka kthyer dhe atë në jetë nëpërmjet një, duhet ta themi, birësimi. Dhe kjo në kohën në ngjarjet që trajtohen janë problematikë shoqërore të viteve 70 dhe i ka vendosur diku, qoftë në qytetin e Shkodrës, në Malsi, qoftë në rrethinat e Durrësit, dhe pjesa më të madhe ka vendosur ngjarjet në qytetin e Tiranës, dhe mua më vjen mirë që Kik është ndalur dhe ka vënë në pah tamam, duket që është edhe edukator vetë, po merr pjesë me të vërtet shpirtërisht nëpërmjet faqeve të romanit, e ka vënë në epiqendra të shtëpinë e fëmijës si një streh varfënore, si një streh dhe kujdesi, që kemi për të folur shumë. Atje spikat edhe kujdesi i shtëpisë fëmijës për edukimin, për ushqimin, gjë të cilat i mungonin Kadriut si prind, por ka gjetur mbështetje për shkollimin dhe për edukimin, po njëkohësisht ai e thot aq bukur, mua më vjen mirë sepse e përjeton realisht jetën dhe nuk na mashtron, nuk na sell artifice, nuk na sell gjetje që nuk qëndrojnë, po shkollën, rritjen e fëmijëve, punësimin e fëmijëve pasi mbarojnë shkollën, strehimin e fëmijëve pasi mbarojnë shkollën, këto i ka kapur bukur dhe nuk e ka lënë thjesht jetën në rrjedhën e një fati, do me thënë që
të themi ne ase të dyja familjet, me tipare burrore, Spirua ka mundur që të na e pohoj ndjenjën e dashurisë, të solidaritetit mes njerëzve, të ndihmës, gjë të cilat unë e them se përcillen dhe mesazhe edhe për të sotmen që janë diametralisht të kundërta me disa bëma të sotme. Ajo ndjenja e dashurisë dhe respektit dhe ndihmës reciproke që ka qenë në atë kohë është sfidante, do me thënë, në antitezë me disa dukuri negative të jetës së sotme, që lumturia ime ndërtohet në fatkeqësinë tënde, ose vdekja e dikujt është lumturia ime. Do me thënë, e ka dhënë bukur atë nëpërmjet këndvështrimit tim gjithmonë, në dialogut që ka ndërtuar Spirua, pa ekujvoke, që një pjesë të detajeve edhe të takimeve të shumta që janë në vepër, se për çdo detaje, për çdo bashkëbisedim dhe çdo takim duhet ndalesë veçantë, por takimi, siç e thanë edhe paraforcit, me një personazh konkret, me Leonorën, e përforcon edhe më shumë atë këmbguljen e Denisës si një vajzë shumë e vendosur, shumë këmbgulse, një vajzë me të vërtetë që ka zënë fjala edhe prindit, po edhe shoqërisë që u ka bërë mirë dhe talent dhe çau në jetë me shpatullat e veta, është bërë nën dhe babë dhe për motrat e tjera. Kjo pohon atë mendimin se jeta edhe në atë kohë ka pas ato rrjedhën e vet me oscilacionet e saj, me ulje dhe me ngritjet, ka pas edhe bukurinë e vet, pavarësisht mundet tani me gjithë në një plagë shoqërore të shumta këtu janë dhënë, edhe i ka vënë në kontrast bukur edhe helmin, hidhërimin, edhe vdekjen, po dhe jetën. Ka përdorur dhe dialog të këndshëm që gjithmonë kanë edhe pranverizimin, do me thënë, kanë edhe vazhdimsinë e jetës. Unë kam shumë për të folur, po hipermlodha tani, pasi nuk dua të përsërit shokët. Personazhet, veçanërisht Denisa, mbetet në kujtesë. Ngjarjet të gjitha, po t'i lexosh me vëmendje, nuk ka asnjë gjë për mendimin tim artificiale. Janë natyrshëm. Flitet me një gjuhë shumë të pastër, komunikuese, flitet sepse qëllimi i veprave nuk është që të shprehësh mendimet për një ajk apo një shtresë. Qëllimi të shkruarit është që të kuptohet dhe të pëlqehet, të jetë admirueshme për masën. Spirua ja ka arritur kësaj vetë titulli, siç përmendëm edhe paraforcit, është kuptim simbolik, është kuptim metaforik, është, do me thënë, mbartë shumë problematika, duke pohuar atë thënien e Terezës, nën Terezës, o njeriu i mirë, nxirr fjalën e ëmbël nga goja. Dhe mua më pëlqen edhe Spirua ëmbëlsinë e pastë dhe vetë dhe i uroj nga zemra vërtet suksese, e admiron personazhin, merr pjesë në hallin e personazhit, i jep jetë personazhit, e ka gdhëndur për mendimin tim dhe në gjykimin tim, do me thënë, në të tëra faqet e tij do gjesh shumë shprehje të figurshme, shumë fjalë të figurshme, do gjesh edhe krahasime të goditura, do gjesh edhe metafora të goditura, do gjesh portrete dhe peizazhe që nuk mungojnë, janë me shumicë. Unë, për shembull, mund të them ndonjë tek këtu, atje siç del dhe pika kulminante në fund, kur Denisa këmbgul me pasionin dhe devotshmërinë e saj, zgjuarsinë e saj, intelektin e vet, që të arrijë që të hi në brendësi, në këtë enigmën e blinduar, në këtë pustë të mbyllur me një kapak, që arriti ta zbuloj, që arriti të marrë frymë dhe jetë, duke uruar sa njërën palë dhe tjetërën, mblodhi dhe motrat i qoj atje duke i quajtur me të vërtet një prind, jo me 3 fëmijë, po tashmë një prind me 8 fëmijë, duke
i përfshirë dhe 5 vajzat e Kadriut, pjesëtare të kësaj familje, duke e përgëzuar për këtë kujdes të tepruar maksimal të vllajt të tyre që do mbetet si vllai i përjetshëm, por dhe djali juaj i përjetshëm. E i ka dhënë një fund të lumtur, një gëzim të papar, dhe unë e përgëzoj edhe një herë, ku hëngri dhe past në një rast, po hëngri dhe në një kumbull të hidhur, të papjekur, të pabër. Ose dha provime kualifikimi, po provimi më i vështirë ishte ki provimi i shpirtit i zemrës, gërmoj në shumë dhe fitoj. Është vajza me të vërtet që mbetet fytyra, figura më simpatike që në të gjitha detaje, po të themi ne, shkrimtari Spiro Thomari ka shprehur frymën e vet, botën e vet shpirtërore dhe na ka dhënë me të vërtet një vepër dinjitoze. Shkëndia e gëzimit në fund, ndezi dhe eshkën e dashurisë, bashkoi harkun e zemrave, e tabelën e zemrave, edhe buzët e femrave, dhe u zu rob dhe u qarmatosi të gjitha me zgjuarsinë, mençurinë e saj, duke na dhënë me të vërtet një roman me plot jetë, tamam si që është titulluar Zbërthimi, icebergu i një jete, pa breshër, pa shi, pa akull, po vetëm me ëmbëlsinë e fjalës, me psikologjinë, me mentalitetin, me bukurinë, duke na shpalosur shumë problematika dhe të kohës së djeshme. Po, në përgjithsinë e vet, unë them të drejtën, e lexova me vëmendje, më pëlqeu pa mas, por nuk duhet të bëhem më i bezdisur për shokët, se mund të ndalemi të flasim edhe më shumë, ku figurat nuk mungojnë, në toka e zemrës, edhe muret e zemrës, për shumë këto kanë domethënie, nuk janë kështu thjesht përdorur nga shkrimtari. Dueli i shikimeve dhe shikimi i hetueshëm, shkëndia e gëzimit edhe tabela e zemrës, domethënë janë ca metafora, janë ca krahasime, janë ca mjete shprese që japin mjaft bukuri veprës letrare. E uroje njëherë, si që ka dhënë ëmbëlsinë në gojën e personazheve, e uroje Spiros me ëmbëlsinë e fjalës e vetë, urime, suksese, të ketë jetë gjatësi dhe suksese në krimtari. Tregëm goja dhe. E thash që në fillim që promovimi i librit është me të vërtet një eveniment dhe Spiro, mua më vjen mirë që të gjithë diskutantët kulmojnë me të njëjtin mendim që na ka dhënë një vepër dinjitoze. Në shkrimtari si shpërblim pas një pune të lëshme që bën, merr këtë fjalën e mirë. Dhe fjala e mirë është ilustruar si këmisha që vesh shpirtin. Ne në promovimet tona e kemi për zakon që kush dëshiron të thot ndonjë fjalë, është i mirë pritur që të thot çfarë dëshiron. Para se sa t'ja japim fjalën autorit që të na mbyll takimin. Dëshiron njëri tjetër që të flasin? Po të gjitha dolën. Po kush dëshiron të thot ndonjë fjalë? Të tëra dolën. Nuk ka, atëherë urdhro Spiro. Ju folët ullur, po unë për respektin tuaj do të flasë në këmbë. Ju falenderoj të gjithve, në radhë të parë këmbgulljen e Kuranit, i cili këmbgulli se mësë isha dakord se jam qik indiferent në këto drejtim. Je modest më shumë se sa duesh, jo indiferent. Falenderoj shokun tim të ngusht, Petrit Surën, korektorin tim të palodhur, që jo vetëm me korektim më ndihmon, po edhe me Eduard mendim. Rokitje për Petritin. Unë, para se ta hedh në mendje, e diskutoj me familjen time, që është lexuesi i parë, gruaja ime. Fatkeqësisht është e smur dhe nuk do të Shkuar. faleminderit. E diskutoj me Petritin.
rrugës ku bëjmë shëtitje, i them, ki mendim ka lindur, ki episod, ki ashtu, dhe me jep mendimin. Por kjo që ndodhi sot, ki vlerësim, më vë gjithmonë para përgjegjësisë, ndaj ju falenderoj të gjithë nga zemra për të shkruar akoma më mirë, për të qëndruar akoma më afër jush dhe u shpërblefsha gjithmonë në gëzime të tilla. Suksese. Unë një pyetje kam bërë në tem. Zonja Ronitat, Tironi juve, model është shtjelluar ajo, jeta juaj familjare. është kushëri, se ti e ke lënë evazive. Atëre të lirë, se cili të konsumojnë do në gjë që atë dëshiron, Kënaqësi. edhe unë vleshim në takimet të tjera edhe më të bukur.